shkopin e dirigentit, se e ke dhurat nga Ferdinand Deta. Po. Kush është nga ta? Ja, ky është. Këtë të ka dhuruar Ferdinand Deta? Po, ishte një ditë kur mua më duhesh se krahas veprave me këtë orkestrën time, fillova të luaj një vepër të madhe që e kërkonin në Austri. Po? Oratorin e Haydnit, Krijimi i botës. Është një vepër që do 100 veta për ta luajtur, kore austriake, orkestra, 2 konservatore me solista, ka qenë një nga gjërat më të bukura me një orkestër kalamajsh që habiti i Austri. Dhe i të dhuroj? Dhe Ferdi më tha, dëgjoj, i thash, më se do marrë një bagetë ti. Ja më tha, merre këtë time, tha, se unë kam një tjetër. Edhe mora bëra provat me këtë punë, bajta për herë. Në fakt më duhet shumë, se kur shkuam në Austri, ajo katedralja dhe është një filmim shumë i bukur i Walter Qarit edhe në një katedrale të madhe në Graz, atje distanca ishte shumë e madhe. Dhe unë isha mësuar që drejtoj një orkestrën e harqeve të fëmijëve këtu afër. Do jesë që nevoj fare? Dirigenti i korit, po, s'kisha të prandajnë. Dirigenti, maestro, thot, hape një qik kranë që ta shifrin, se nuk e shifrin, unë në fakt kisha paketën e Ferdit, dhe në prova përdora këtë, pastaj gjeta një tjetër qik më... Po të 2 tjerat, i ke përdorur shpesh, baketa apo gjithmonë me dorë? Kjo është për prova, po më vonë, sepse pastaj kam drejtuar dhe operë, dhe kjo punë e këtyre fëmijëve cilët unë i drejtova me repertor virtuoz dhe ishte orkestra më e mirë në Europë në atë kohë, me çmime të marra vetëm çmime me maksimumin e pikëve të jurisë absolute që para, deri në milenium. Po? Dhe 10 vjet ne kemi shëtitur ja Suedi Islam vend pas. Rinë njëra asaj i ke rënë asaj bagetës? Mbani qetësi? Po si mendon ti? Shqiptari? Apo jo. Nga një debatet bëhen për të ndihmuar, nuk po përmend debate. Jo, kur ke qenë drejtori i Teatrit të Operës, se ti ke një aktivitet jashtëzakonshëm, ne gazetarët kishim qefshë ndonjëherë bëhet orkestra bën zhurmë në prova, ishte një dirigent italian. Të kujtohet besoj? Po, kujtohet. Janë disiplinuar orkestrantët, maestro? Sigurisht, po. Do të mënyra se si e thatë, do e kuptova. Shiko, tashti ne jemi shqiptar nga temperamenti, apo jo? Si thashu nga njëre për ndihmuar, nuk flasim me zë të ullët, se në punë, në ngretë zëri. Po të fillojnë filan vënd, këtu japin një sugjerim, pse mos e bëjmë kështu dakord? Jam plotësisht dakord me këtë gjë. Nga njerë ka dhe në një të qeshur, edhe unë veti nga smoj me njerë më pëlqenë dhe në qikumori për të thyrë atmosferën. Pra, jemi të gjithë, si thua është... E the aq butë, e the profesor, e the aq butë sa nuk e ke ide. Po është kjo qetësia jote, që si armë më vete kam përshtypjen. Duhet kemi parasysh temperamentin tonë. Edhe nga njerë ka dhe një eksagjerim. Për shembull, nuk kuptohet që dirigenti është për të vërë vrejtje, nuk është vetëm për të thënë bravo. Dhe njerë mund thotë, është për të vrejtje, kjo duhet bërë kështu, dhe jo të gjithë e pranojnë. Foto tjetër? Tani kemi disa foto që janë disa aktivitete, maestro, festivale, koncerte cital, këtu kemi të Arditit, ka fituar çmimin e parë? Po, Arditi është me, atje është ajo Mirje Braja, Gili, këto... Gili, po. Që janë edhe ky është projektion. Projektion dhe shoqëruesit. Po, shoqëruesit, grupi. Edhe veshje ti, shumë, kjo veshje ti. Ky zotnia këtu në mes. Po? Është... Vasili ka mbiemrin kë. Po? Kush është me mbiemrin Vasili në botën tonë? Në botën tuaj e botën tonë? Në botën tuaj dhe tonën. Vasili? Petrit Vasili? Eni Vasili. Eni Vasili, që ka? Jati. Jati Eni Vasilit? Qa thua? Dhe ka qenë të kompleksi i kompleksion? Këtë janë kompleksi miri mund shumë në të ko. A jati i pari më duke se është jati Elsa Liles. Elsa Liles, po? Po, këj dyti është gramozi vllai i Ylbergjinit. Po? Më thënë janë njërës kë tjetëri. Po, tani kjo veshja më bërë për shtypja të ere. Po. Veshja për qezi, kjo du tjetë veshja e parë në një koncert. Shiko, të ashti patëm
festivalit e radios, që të ashti, domethënë janë të vlerësuara këngët, jo grupi i këtyre djemve të detit, po themi, ose, s'po them këto Sandër Gjokat, Redonje, Deda, e tjere, po, më Deda, kanë treguar vërtet që kënga e mas viteve 90 preku disa tema, por nuk mungoj autenticiteti i krimtarisë. Nuk u bëm ne kopjus të këngëve të këtij festivali. Jo, ishin me motive tipike shqiptare. Jo, më të evoluara, se sa një periudhë tjetër, sigurisht, u kalua në pallat e kongreseve, nuk ishte më i dekori me një gjethe ashtu mimoze. Mimoze, atje dhe një harp. Dhe një harp. Edhe po një harp, ose një shkazë me pushka dhe vetëm. Se kjo ishte dekori. Ti gjitha një gati një së. Po, foto tjetër. Më shkrive me këtë. Ja këtu janë djemë të detit. Djemë të detit, e? Po. Shumë talentuar. Po, shumë talentuar dhe këto vinin në një mënyrë të veçantë në lezha tjetër. Lezha? Sigurisht. E i shkreti... Dhe atje dy ishin dzënsa njeri, përveç ati Gentianit jo, po tjetër Flamurtoska dhe një tjetër, ishin dzënsat dzënsat e mimat i violinistë. A ishin dzënsat tu? Kitarës, po. Do dhe nga violin, do dhe më binin kitarës? Binin kitarës atje, dhe kryohen këtë grup të veçanë. Shumë i veçanë. Dhe i zakonshëm. Foto tjetër? Edhe këtu një festival tjetër, po... Vera Graboca, Alqi Boshnjaku atje. Valbona Selimllari. Po, Selimllari, prezentusja. Ky ka qenë festivali i 35 në duket atëherë, kur eri dhe Parashqevia, kur eri dhe këto shumë të uaj që ftuam ne, janë këto. Se unë i kam vënd edhe foto tjetër. Leonardi, në vitin, mos gaboj, në vitin 2004, këtu tani, ato vitet tuaj opera jote. Opera jote. Kjo është Aida, një çfaqje e madhe, sigurisht, në vitin e saj, edhe aty është edhe mamaja time. Kush është mamaja? Ja, kjo zonja këtu, që janë mbrapa me... Me Zeza? Jo me Zeza, jo me flokë të bardha. Me flokë të bardha, po me blu? Po, me blu. Blu? Ajo tjetëra është Rudina aty për para, sigurisht ne kemi ardhë pa ardhë për publiku. A, kemi ardhë për para, po e kuptoj. Tani, me një fjali, ju ishit 10 vjetë drejtor? 10 vjetë. Me një fjali, si ishin ato 10 vite? Shumë intensive, shumë. Dhe më thë një punë që ka filluar fillon të nora 8:30 për mjesit, që pinim i kafe dhe me stafin, në 9 futeshim në zyrë, ndërpritesh një orë në ora 1 që anim një drek aty, dhe vazhdojnë dhe 11 natës dhe mbyllesh, po në barin e operas, ku ne do të vazhdonim, do shkonim në shtëpi, por punëtorëve të skenës që do rinin atje, dhe do më merrni në mesnatë, mua që i mbaruam këtë defekti kështë ndodhur ose këtë montim, ato do të më merrnin, unë atyre i blenja nga një tavë me pilaf, edhe jemi dhe shishe të vogël, të matur, që ata të hanin të paktën të qerasur prej meje. Dhe nga qëtë vite ku jeta tonë ishim të njësuar, nuk ishte... Ja vlejti? Shumë, pa tjetër. Ja vlejti, ke marrë knejsi? Ja, kjo është, pa. Opera ime? Jo opera ime. Jo, opera ime dhe problevja. Kjetë këtu. Edhe unë mendoj se kjo gjë të cilën unë e kam mësuar dhe nga artistat për para, kësaj ishte ajo e duara. Ne jemi teatri opera si një shteti. Nuk jemi dipendent se li e një opera të rëndësishme të përtej detit këtu ose këtu. Qartë. Pra dhe kultura operistike duhet përmbaj dhe opera shqiptare dhe një nga meritat e momentit të emrimit tim atje të qeverisë nano ishte që e pagzoj për herë të parë teatri kombëtar i operës dhe baletit. Në atë... Edhe emblema që është aty, emblema që... Teatri kombëtar i operës dhe baletit? I operës dhe baletit. Fatostano ju ka emëruar? Po. Ju punuat edhe me Fatostano, pasaj dhe me... Po, edhe me pastaj... Zoti Berisha. Berisha.